pse nuk e kanë realizuar këtë plan, siç ka qenë në vendet e tjera të Europës? Shikoj, në vendet e tjera të Europës nuk ka qenë kjo situatë. Këtu në Evropë ekzistonte prona private dhe shtetërore, mbizotëronte prona private. Kurse këtu prona private nuk ekzistonte fare. Të gjithë ishte me rroga shteti. Dhe kur u prishin kooperativat, ndërmarrje të tilla, atëherë dolën në rrugë. Kurse atje u prish fabrika, jo su prish fabrika, atje su prek fije floku. Po atje nga shtetërore fabrika u kthye private. E mori privati, po ta punëtor, po të rroga, vetëm ndryshuan normat e marrëdhënies midis njëri tjetrit. Kurse këtu s'kishte lidhje fare, këtu shkatron, rrafshon, u vodhën, u grabitën. U vodh armatimi, u vran njerëz me njëri tjetrin. Pra kjo unë e quaj këtë punë si tamam na përdorën kapje eksperimentale. Pra nuk e ndihmuan Shqipërinë të kalonte nga një sistem që thoshte ajo ishte i mirë, tani u rregullua. Marrim shembull. Diktatura komuniste akuzohet për luftë klasash 1 dhe për tallonin ushqimor 2. Tani lutëm shumë. Atëre, kishe lek, s'kishe ushqim. Smerje dot. Talloni. Ky është talloni. Kurse tani ke lek, jo s'ke lek tani. Ushqime ka plot, smer dot. Pra ky është tallon. Pra talloni suhoj shqiptarëve. Ai më tepër 524.000 pensionistëve që marrin më pak se 200 euro në muaj. Marrin tjetër. Në atë kohë nuk ishe me qeverinë, do shkoje o në burg, o internuar, o fëmijët nuk shkoni në shkollë të larta dhe me punë të mira. Po tani, erdhi Sala, i përzuri nga puna, ata ish komunistët, megjithëse dhe vetë ashtu ishte ai, edhe vuri besikët e vet, edhe organizoi edhe 97-ën, edhe sulmoi, vuri veri unë kundër jugut. Tani erdhi Rama, i hoqi ata të PD-s, edhe vuri ata patronagjistët e vet. A është luftë klasash kjo? Po Evropa, pse s'flet? Pse hesht? Pse hesht Evropa? Fare s'ka folur. Tani vim tek tjetra. Edi Rama, Saliu i prishi gjithë uzina, fabrika, ekonominë komplet, dhe njerëzit çfarë do bënin? Ngjerën pa punë. Atëherë janë mbasën, ikën e shtetit, u shpopullua vendi. Kjo Evropë, si thirrri këtia mendjes, ti thoshte, ore ti po i prish to, po ku do punojnë njerëzit? Se këtu s'ke pronë private, ti shkatrove i vodhën gjitha. Heshti Evropa. Edhe te piramidat, kur vazhdonin, heshti, vetëm kur prishën, thanë, këto ishin këqia, ishin kështu. Iku atë punë, marroi kjo, u grisën xhepat e shqiptarëve. Tani, erdhi Rama, do rregulloj, tha, atë që ka bërë keq Berisha, do të rregulloj unë. Ky e filloi në mënyrën më harbute të mundshme, më kriminale. Ky përdori atë që bëri ai Goebbels i hitlerian, që përgatiti popullin gjerman për të luftuar për të gjakosur botën. Ky tani nxori bashkëqeverisje me qytetarët. Po, domethënë, kjo është propagandë e madhe, se bashkëqeverisje unë nuk e di që ekziston në botë kjo. Që një qeveri ti thot popullit, ora unë do bëj këtë rruga, do ndërtoj, do prodhoj këto bombë atomike, do çoj raketa në hena. Nuk e di të bëj kështu. Ai u zgjodh, ai do komandoj. Ky e nxori këtë, po çfarë bëri masaj? Ky mbylli gjitha zyrat, edhe njerëzit s'kishin as ku angoshin, as ku denonconin, e thot ka korrupsion. Ky tani, ky është kundërshtari i demokracisë. Ky me këtë vrau demokracinë, mbylli gojën popullit. Po ky e mbushi edhe për propagandë. Këti i të dubosh, pse s'është kjo si Amerika, apo si Gjermania? Ne si jemi Amerika. As Roma nuk është ndërtuar në një ditë. Ky po propagandë. Ky s'ka marrë, Edi Rama, gjatë gjithë kohës që ka qenë pushtet, nuk ka marrë asnjë shembull, asnjë model të mirë, pozitiv nga e gjithë bota. Po thot, krime dhe korrupsion kanë gjithë botën. Kështu ndërtohet në gjithë botën. Po ti bota nuk foli as kur u hartua kushtetuta e parë, edhe e fundit. Në kushtetutën tonë, për faqen e zezë, për turpin e tyre, nuk është parashikuar ndarja e pushteteve. Pra ai që merr shumicën e votave e deputetëve, ai sundon. Ai s'pyet njeri fare, ata se kontrollon njeri. Po Evropa pse s'let? Dhe kulmi fare. Në 2008 Berisha me Ramën vendosen që listat t'i bëjnë këta, jo partia, jo populli, jo. Që kjo është që ata i vunë
i grabitën popullit shqiptar të drejtën kushtetuese parashikuar në anën e 2 të kushtetutës, që thotë sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i përket popullit. Pra këta e morën, i bën vetë dhe vulën fare atë kapakun e arkivolit të demokracisë, e vun tani në 20 kategorik të vitit kaluar, që vendosën listat e mbyllura, mbaroi demokracia. Për mua, në 20 kategoriku, 2024 është pushtimi i demokratik i Shqipërisë, i kohëve moderne. Evropa s'ka folur. Dhe të gjithë diskutimet që bëhen tani, listat mbyllura, listat hapura, kush do vihet brenda, kush do vihet jashtë, vetëm populli nuk pyetet. Kështu që çfarë duhet më? Ne bëm 8 protesta, nuk në ndje i Orama, po as të tjerët s'u ndjen ore të thoshin ore. Qa halli keni? Fare, po pse s'ndjen? Janë ato, se ai ndjehet të sigurt, ai ndashta marri votën, këta listat e mbyllura, ndashta marri votën nga populli, ndash mos ta marri ai një votë votoi për vete, ai ishte i siguruar si deputet. Janë besikët e partisë ata. Prandaj kur s'ka demokraci, nuk ka as ligjor, nuk ka as liri e drejta e njeriu. Evropa hesht. E thot, ky ka plotësuar kushtet ato për në Evropë. Çfarë kushtesh ka plotësuar? Çfarë kushtesh ka plotësuar? Ky thot tash do ta zhvillojmë vendin thot me turizmin. Ky është një gjë, ku diun, edhe Evropa s'ndihet. Po si ta zhvilloj turizmin kur turizmi vetëm kamarier kuzhinier ka dhe 3 mujorësh të neve. Në një nivel mjaran. Nuk krahasohemi me Kroacinë me as me Malezinë, me Greqinë e këto tjerat. Po mirë, si se zangoj njëri, ky jo, nëse ky bojaxhisht. Si se zë njëri, ne kemi gjithë pasuri kombëtare. Që duhet shfrytëzohen me cikët plot, të thithen investimet e huaja. Tjetër, të thithen investimet e huaja në industri, që të punësojnë gjitha studentët që marrojnë shkollat e larta. Ku do vjen këta? Do ikin, se inxhinieri do punojnë, shitës apo kamarier apo kuzhinier. Pra këto janë gjëra, intelektualët s'flasin, media nuk flet, merren me turrin lloj-lloj, si është rritja e qenve, si është mbjellja e domateve, si do bëjmë ato plazhet, zhezdonjët, u vra ky, u plagos ky. Po mirë, këto janë hallet kryesore të popullit. Ato gjërat ditore të përditshme. Është bërë spaku, sigur ne jemi republikë ushtarake. Spaku. Po shtet, s'kemi ne. Ky thot unë mbështet demokracinë, atë drejtësinë. S'është e vërtet se e mbështet demokracinë Edi Rama. Edi Rama e kundërshton demokracinë, e lufton. Po si? Jo me këtë që thon këta analistët e famshëm. Ai gjykatat, se unë jam vetë se do viktim e gjykatat, e kësaj drejtësisë që thot ky, e institucionet të tjera. Gjykatat, sidomos ajo administrative, është e mbushur me mira, me 10 mira dosje që nuk zgjidhen se janë unë kam 18 vjet për shembull, nuk kam zgjidhur akoma pensionin akoma. A e kupton? Tani, të gjitha institucionet, që ka kryeministria, deri te bashkia, kanë drejtori juridike, kanë zyra ankesash, kanë drejtori të marrëdhënieve me publikun, të komunikimit me qytetarët, të konsumatorët, gjithë të drejtori, ke avokatën e popullit, asnjë nuk funksionon. Pra të gjithë drejtojnë gjykatës. Ku është ky shteti? Mbështet demokracinë, po e i kundërvjet demokracisë, se e kanë mbushur ato gjykatat i kanë mbushur me ankesat të dorës 2 që duhet i zgjidhë shteti. Edhe kulmi fare, ky e deklaroi vetë edhe porta heshti, asnjë gjë nuk ka folur, kur tha në programin Shqipëria 2030, që neve dha nuk i denoncojmë të korruptorit në prokurori. Çfarë duhet thot më një kryeministër, më hapur se kaq, që thot, unë jam nxitësi dhe mbrojtësi i korruptorëve, që spaku ta hetoj e ta arrestoj, po të paktën bota pse s'flet. Pra ky është ai që s'rrit pensionet, që nuk pyet fare, ndash protestat bëjmë ne, ndash takohemi ne, ndash të vdesim te shkallët e kryeministrisë. Ky është shtet i pamjeshëm, sepse është shtet diktatorial. Bota hesht. Ja do bëjnë zgjedhje tani. Çfarë zgjedhje do bëjnë? Është për turp i Zotit. Zgjedhjet kanë përfunduar, janë caktuar. 100 deputet do zgjidhen nga kryetarët e partive. Mbaroi punë, të tjerët rastisht janë. Pra këta do vendosin. Besikët e partisë do vendosin çfarë do bëhen në të ardhmen.